Ju nga tjeta uroj t'jeni mirë. Mirë se vini në vitin 2026, një vit ku gjeografia nuk është më mësuese, por një fush betej. Sot bota nuk po rrotullohet rreth boshtit saj, por rreth një tavoline druri në Pekin dhe një korridori të heshtur në Ankara pas 2 muajsh. Nëse menduat se historia kishte përfunduar miq, e keni patur gabim. Historia sapo ka ndezur motorët e tankeve, tani në këtë moment që po flasim. Në Pekin sapo ka zbarkuar Donald Trump dhe nuk po negocion tregtin. Harrojini mikrochipat dhe makinat elektrike. Trump po negocion mbi jetesën e hegemonisë amerikane. Ndërsa Irani digjet dhe ngushtica e Hormuzit mbyll mushkëritë e ekonomisë së planetit, lideri i botës së lirë ka shkuar tek shoku Xi Jinping për të kërkuar një shpëtimtar. Pyetja nuk është më çfarë do Kina, por sa do t'i kushtoj Amerikës liria e Iranit. A do t'jetë Tajvani haraçi që Trump do të paguaj për të shuar zjarrin në lindjen e mesme? Sot Amerika e para po përplaset me murin e madh kinez atje në Pekin dhe zhurma është shurdhuese. Por, ndërsa të gjithë syt janë në lindje, zemra e Europës po pëson një heart attack, një goditje që nuk e njihte prej 8 dekadash. Zhvendosemi pas 2 muajsh në Ankara, korrik 2026, samiti i NATO-s nuk është më një fest uniteti, por një dhomë pritje për një funeral. Washingtoni po mbledh plaçkat. Vllai i madh po kthehet në shtëpi duke lënë pas një kontinent, Europën, me ushtri bonsai, me 25 gjuhë të ndryshme brenda një komande dhe asnjë plan për të mbrojtur veten. $1 trilion mungojnë për të zëvendësuar mburojën amerikane. Pyetja që dridhet sot në buzën e çdo kancelarie europiane është: kush do të vdes për një fshat në Estoni, kur Pentagoni në Washington të ketë fikur dritat dhe të mos ketë më lidhje me Europën? Sot do të zbërthejmë një pazar të madh. Do të flasim për fundin e epokës së rehatis. Apo kthehet Kina në xhandarin e ri global që vendos paqen me kushtet e saj? Dhe a është Europa gati të shndërrohet nga një muze i bukur në një fortesë të vërtet, apo do të mbetet thjesht një mozaik i thyer që pret mëshirën e historisë? Strategët thonë se Donald Trump ka më shumë nevojë për Xi Jinpingun se sa Xi Jinpingu për Trumpin. Nëse kjo është e vërtet, rendi botror që njihni ka shkuar dhe ka përfunduar. Ne do t'i shohim të gjitha. Në këtë lojë shahu, lëvizja e radhës nuk kushton vetëm miliarda dollar. Kushton lirinë e gjeneratave që po vinë. Qëndroni me mua për pak. Samiti i Pekinit, kush e ka vërtet? Xhandari në dorë kush i kontrollon kartat? Sapo ka zbritur Trump atje? Dhe të shohim pak shahun tek muri kinez. Maj 2026. Zyrtarisht Trump dhe Xi Jinping janë ulur për të folur për tregti, mikrochipe dhe tarifa doganore. Por mos u gënjeni nga lulet dhe tapetet e kuq. Ky nuk është një samit tregtar, duhet ta kuptoni. Ky është një pazar i madh mbi gjakun dhe mbi gjeopolitikën. Ndërsa sytë e botës janë të gjithë tek protokolli, në prapasken luhet një lojë shahu ku tabela është lindja e mesme dhe figurat janë Irani. Trump hyn në këtë samit me një barë të rëndë, një luftë me Teheranin që po i djeg duart, po i zbraz arkat dhe po i mbyll rubinetat e energjisë gjatë gjithë pjesës tjetër të planetit. Pyetja që po dridh sot kancelarit e botës është: kush i zotëron vërtet asin në mëngë dhe letrat e lojës? Apo shkon Trump në Pekin si lideri i botës lirë, apo si një negociator i cili kërkon nga shoku Xi Jinping t'i nxjerrë gështenjat nga zjarri iranian? Kjo duhet parë me shumë kujdes. Dhe Trump, pas një diskutim, shkon me gjithë peshën e kurthit Hormuzit në Pekin. Le të jemi të sinqertë. Lufta me Iranin e ka dobësuar Trumpin më shumë se sa që pranon Pentagoni. Ngushtica e Hormuzit vazhdon të jetë e mbyllur dhe hapet mbyllet. Nafta është bërë flori dhe tregjet e Amerikës po dridhen nga inflacioni, por jo vetëm, gjithë bota.
The Wall Street Journal e thot qartë, Trump hyn në takimin me Xi Jinping në një pozicion dobësie. Ai ka nevojë që Kina, blerësi më i madh i naftës iraniane, të shtrëngojë litarin rreth qafës së Teheranit. Ai kërkon që Xi Jinping të bëhet polici që Amerika nuk mund të jetë pa e djegur vetë. Loja është e madhe. Por Kina nuk bën dhuratë. Për çdo presion që Pekini bën mbi Iranin, Xi Jinping do të kërkojë një haraç nga Trump. Ndërkohë që Donald Trump kërkon një fitore të shpejtë për të kthyer në shtëpi si paqebërsi i madh, Xi Jinping po luan lojën e gjatë. Ai e sheh Amerikën të lodhur dhe të izoluar diplomatikisht dhe të ngecur në baltën e lindjes së mesme, e ndar nga aleatët në Europë e përçar mes veti. Pekini e ka pritur ministrin e jashtëm iranian pak para samitit. Mesazhi nuk e lëshojnë Teheranin pa marrë diçka më të madhe. SBA-ja ka sankcionuar 4 kompani kineze që japin sy Iranit përmes satelitëve. Por a mjaftojnë sanksionet kur Pekini është bërë bankieri dhe baza industriale e boshtit Iran, Rusi, Kore e Veriut? Sigurisht sanksionet nuk mjaftojnë. Kina po e paraqet veten si forca e stabilitetit. Xi Jinping po thot Amerika sjell luftë, Kina sjell marrëveshje. Ky është transformimi më i madh gjeopolitik i dekadave të fundit. Besueshmëria amerikane ka nisur të zbehet në ndjellin e Pekinit, i cili po vazhdon të nxehë fort. Tashmë, a do të jetë Tajvani çmimi i paqes me Iranin? Kalojmë tek pika që mund të shpërthejë gjithçka. Po The Wall Street Journal paralajmëron dhe thot, rreziku nuk është më Irani, rreziku është Tajvani. Të gjithë kanë frikë se Donald Trump, në dëshirën e tij për të mbyllur frontin me Iranin, mund të bëjë atë që nuk është bërë për 50 vjet. Të lëshoj për Tajvanin. A do ta bëj apo jo? Xi Jinping e di që SBA-ja ka zhvendosur burimet ushtarake nga Azia drejt Gjirit Persik. Indo-paqësori është i zbuluar dhe Xi Jinping mund t'i thotë Trumpit, ti dëshiron që unë të ndaloj Iranin? Atëherë, u le zërin për Tajvanin, ndalo dërgesat e armëve, na lër ne t'i zgjidhim vetë punët e shtëpisë tonë. Nëse ndodh kjo, rendi botëror që njohim deri më sot merr fund këtë javë atje në Peking. Inteligjenca artificiale, gjysmëpërçuesit, kontrolli i deteve, të gjitha kartat janë në tryezë atje tek samiti Trump Xi Jinping në Peking. Kush ka mbetur në këmbë? Analisti Simon Tisdall i The Guardian ishte shumë i ashpër në një analizë të frikshme. Trump ka më shumë nevojë për Xi Jinping se sa Xi Jinpingu për Trumpin. Kjo fjali duhet të na zgjojë të gjithëve. Është një analizë e Guardian. Lufta me Iranin nuk është thjesht një konflikt rajonal, është acidi që po tret superfuqinë amerikane dhe po forcon Kinën si garantuesen e re të rendit global. Për sa ditë ka, apo javë ka që unë ju analizoj me këmbgulje dhe me bindje çdo ditë dhe ju tregoj miqtë e mi, se si Kina është duke ngrohur duart ndërkohë që Amerika po shkakton hemoragji të jashtëzakonshme në përballjen e saj me Iranin në lindjen e mesme, pra dhe në frontin e Ukrainës. Trump shkon në Pekin për të dalë nga një luftë që është duke i kushtuar shumë. Xi Jinping e pret atë për t'i treguar se epoka e Amerikës së parë tashmë ka përfunduar dhe ka filluar një epokë e re ku Pekini po shpërndan letrat e lojës nga e para. Të gjithë lojtarët po riorganizohen. A do të jetë ky samiti i fundit i dominimit amerikan në Azi, apo Trump do të nxjerrë një as nga mënga? Një gjë është e sigurt. Në këtë lojë shahu, hapi i radhës kushton miliarda dhe mbase lirin e një rajoni të tërë që do ta zbulojmë kush është. Zhvendosemi tani me njëherë më 7 korrik në Ankara, 7 korrik 2026. Kryeqyteti turk po bëhet gati për samitin më të çuditshëm të historisë 77 vjeçare të NATO-s. Cila është agenda? Pothuajse bosh. Karrigja e të ftuarit kryesor me një pikpyetje të madhe.
Donald Trump do t'jetë apo jo në summit. Por, mos u gënjeni nga heshtja e korridoreve. Nën sipërfaqe po vlon një ankth që Europa nuk e ka njohur nga viti 1945. Për herë të parë vëllai i madh matan Atlantikut është duke mbledhur plaçkat. Nga viti 2027, SBA pritet që të ofrojë vetëm gjysmën e fuqisë saj ushtarake. Pyetja nuk është më a do na mbrojë Amerika atje në Europë. Pyetja sot është kush do të na mbrojë nga vetja nëse Amerika ikën dhe largohet. Mirë se vini në europianizimin e NATO-s, projekti më i shtrenjtë dhe më ambicioz dhe më i dhimbshëm dhe ndoshta më i dështuari i shekullit. Ta bëjmë pak, ta shohim pak këtë operacion tani shumë shkurt. Le të flasim me shifra sepse patriotizmi nuk paguan faturat e raketave. Në vitin 2025, vetëm Polonia, Greqia dhe Estonia po e merrin seriozisht luftën. Po të tjerët, Belgjika, Spanja, Italia, shtete që harxojnë për mbrojtjen më pak se sa harxon një adoleshent për video games në 1.3% të buxhetit prodhimit të brendshëm brut. Ish shefi i diplomacisë Europës Josep Borrell e tha troç, kemi një ushtri bonsai të bukura për të parë në parada, por të vogla, të pa afta për të krijuar, projektuar fuqi plotësisht të varura nga vazuja dhe nga butoni amerikan. Europa ka 25 ushtri të ndara, 25 gjuhë operative, 25 lloje logjistikash. Nuk kemi një mur mbrojtës, kemi një mozaik të thyrë që mbahet bashk vetëm nga ngjitësi i Pentagonit. Dhe tani, ngjitësi duket se ka mbaruar. Dhe këtu kthehemi tek një parashikim i frikshëm i presidentit amerikan Eisenhower. Në janar të këtij viti në Suedi, komisioneri Andrius Kubilius hodhi bombën. SBA-ja na ka kërkuar zyrtarisht të marrin përsipër mbrojtjen tonë. Por a e dini që është më ironikja? Eisenhower, njeriu që krijoi NATO-n, presidenti amerikan, e tha në 49-ën, nëse trupat tona nuk kthehen në shtëpi brenda 10 vitesh, ky projekt ka dështuar. Presidenti Eisenhower. Na u deshën 77 vite për të kuptuar se jemi mbetës në klasë. Zëvendësimi i kapaciteteve amerikane kushton $1 trilion. Po, $1 trilion. Por problemi nuk janë vetëm parat, pajisjet blihen, por ekspertiza jo. Satelitët, inteligjenca, koordinimi. Europa nuk i zhvilloi kur këto kapacitete sepse ishte më komode të flinte në jashtëkun e butë të mbrojtjes së Washingtonit. Kush do ta zëvendësoj komandimin suprem, komandantin suprem? Kush do t'i jap urdhër një ushtari francez të vdes për një fshat në Estoni nëse nuk ka një Amerikan që mban dorën mbi levën e fundit dhe mbi butonin e kuq të komandës? Nëse Brukseli dështon të krijojë një ushtri prej 100.000 trupash dhe gjasat janë që po, çfarë do të mbetet atëherë? Strategët po shohin drejt veriut një bërtham e fortë, Britania, Polonia, vendet baltike dhe ato nordike. Kjo nuk është më ëndra e bes. Kjo është aleanca e të friksuarve, ata që e dinë se çfarë do të thotë të kesh Rusin dhe Vladimir Vladimirovich Putin tek dera. Po flitet për rikthimin e traktatit Brukselit të 1948-s. Një strukturë paralele që përfshin Britaninë dhe Norvegjin jashtë burokracisë ngadalt dhe të lodhur të Brukselit. Cila është zgjidhja? Një këshill europian i ri i sigurisë që zëvendëson NATO. Por këtu vjen pyetja $1 milion. Kush do të vendos për butonin e kuq? Kush do ta shpërndaj rrezikun? Pa leadership politik, çdo ushtri europiane është thjesht një turme armatosur mirë, por pa tru dhe pa komand. Epoka e shtyrjes së debateve tashmë mori fund. Garancia amerikane, ajo që na lejoi të ndërtonim shtete sociale, ndërsa të tjerët blinin tanke, nuk është më absolute.
Ankaraja do t'jetë prova e zjarrit pas 2 muajsh. Apo lëviz Europa mjaftueshëm shpejt, apo jemi ende duke debatuar për madhësinë e shkrojave në traktate, ndërkohë që tanket e historisë janë duke ndezur motorët me fuqi të plot. 7 korrik 2026, syt do t'jenë tek Donald Trump, por syt e europianëve duhet të jenë në pasqyrë, sepse herët avon presioni në pasqyrë do t'jetë i vetmi që do të ketë mbetur për të na mbrojtur ne si Europë. Mendojnë atje në Bruxelles. Ndërsa në Pekin vizatohen hartat e reja të fuqisë dhe në Ankara Europa po kupton se nuk mund të flej më me paratë të tjerëve, ne këtu në këtë cep të Ballkanit duhet të fërkojmë mirë syt. Bota po ndryshon me shpejtësi që nuk fal askënd. Askënd që mbetet pas, por ndërsa koha kërkon burra shteti dhe vizion strategjik, çfarë shohim në Tiranë, në Prishtinë dhe në Shkup? Shohim një kast politike që luan një lojë të pisët të vogël dhe provinciale, veçanërisht këtu në Tiranë, që është zemra e kombit, lojë të pisët që rrezikon të na tresë si komb. Dhe kjo është ajo si ne duhet ta shohim lojën. Në Tiranë loja nuk është më gjeopolitike, është mbijetesë klanore, ndërsa bota flet për mikroçipe dhe mbrojtje kolektive. Kasta jon hajdute politike është e zënë me riciklimin e figurave të vjetra, me vjedhjen e shpresës nga një popull që tretet dhe me shitjen e interesit kombëtar për një buzëqeshje kalimtare në korridoret e Washingtonit apo të Brukselit. Ata po e trajtojnë Shqipërinë jo më si një shtëpi që duhet mbrojtur në këtë stuhi të madhe, por si një plaçk lufte që duhet ndarë para se të largohen. Po e latë këtë vend të pambrojtur, pa ekonomi reale dhe me një rini që syt i ka nga rrugët e botës, pikërisht kur na duhet të jemi më të fortë se kur, do të jemi në një humbje fatale. Sot, thirrja ime shkon për çdo shqiptar në Shqipëri, në Kosovë dhe në gjitha truet tona. Ky është momenti, nuk është momenti për të rreshtuar pas flamujve të partive që ju kanë lënë në baltë për 30 vite. Ky është momenti për të rreshtuar pas vetes dhe pas Shqipërisë. Në një botë ku Amerika po tërhiqet dhe Kina po të roket në port, ne nuk mund të jemi më klient të lypur. Duhet të jemi të zot të fateve tona dhe të shtëpisë tonë. Duhet të kërkojmë llogari për çdo qindar që nuk shkon në siguri, në arsim dhe në forcimin e indit ton kombëtar. Siguria jon nuk mund të jetë më një premtim i huaj, por një realitet që do ta ndërtojmë dhe duhet ta ndërtojmë këtu. Vëllezër shqiptar, historia po kthehet në Ballkan me fytyrën e saj më të ashpër, nëse lejojmë që kjo kast politike hajdute të vazhdojë lojën e saj të pisët me fatet tona, nuk do të jemi lojtar në skatjerën e re botërore, do të jemi thjesht pluhuri që fshihet nga tavolina. Zgjohuni, mos kërkoni shpëtimtar në Pekin apo në Washington nëse nuk e gjeni shpëtimin tek dinjiteti dhe tek liria juaj dhe tek kutia e votimit dhe në sheshet e qyteteve tona që duhet mbushen me revolt. Bota nuk na pret, historia nuk na fal, dhe koha sapo ka mbaruar. Atje në takimin dhe në samitin më të rëndësishëm të planetit, ku do të vendoset e ardhmja e botës, tek muri kinez, shahu që po luhet tek muri kinez mes Donald Trump dhe Xi Jinping, atje ku do ndahet torta e madhe e botës, atje ku do të ndahen rolet e ri dhe atje ku shumë popull të cilët nuk janë të aftë të ekzistojnë, nuk do të ekzistojnë më. Ju jeni ata që vendosni. Ju jeni ata që merrni vendime të mëdha, duke kuptuar, duke vepruar dhe më pas duke organizuar. Duke ju falenderuar për kohën tuaj të çmuar dhe mbështetjet që jemi kanalit, që jepni kanalit, ju lutem mos harroni të bëni like, share, subscribe, çojeni këtë video pjesës tjetër të shqiptarëve, sepse emisionet të tilla nuk do t'ja bëjnë në asnjë ekran shqipfolës në mediat shqipfolse, dhe mos harroni gjithë ata të cilët duan ta kalojnë aksionin nga fjalët në aksion dhe në veprim konkret, tek kutia e përshkrimit poshtë dhe tek komenti i parë i pinuar, do të gjejnë një link ku mund t'i bashkohen përpjekjeve tona për ta shpëtuar Shqipërinë.
Uroj të jeni mirë deri në një moment të dytë. Analizat, zhvillimet do të jenë jashtëzakonisht të mëdha dhe unë do të jem aty për t'i dekriptuar hap pas hapi, minut pas minuti. Rishihemi shpejt.